Rezultatin e zgjedhjeve diskutojmë dhe analizojmë me analistin politik Azem Vllasi. Mirëmbrëma zoti Vllasi. Mirëmbrëma. Flasim fillimisht për rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Si e komentoni zoti Vllasi këtë rezultat fillimisht të vetëvendosjes që nga 51% ra në 42.9% të elektoratit? Jo, krejt është repriza e zgjedhjeve të 9 shkurtit vitit. Kështu ka qenë raporti, që kjo ka qenë rezultati. Dhe nëse atëhere nuk u gjetë zgjedhje, që ishte gjithsesi e nevojshme të bëhet një qeveri koalicioni, atëhere ndodhen zgjedhje tjera, dhe atëhere nuk u bo koalicioni, zgjedhjet e 28 dhjetorit ishin vetëvendosja kishte rezultate më të mira, e boni qeverin vetë dhe e boni bërllog të çështja e zgjedhjes prezidentit. Tashti edhe nga jeta dihet që dikush që e bën një problem, shtirë që i njëjti mund të zgjidhë problemin. Dhe tashti nuk janë me rëndësi rezultatet, po është me rëndësi. A do të mbledhin men partit që kanë garu dhe kanë hinë parlament, të bojnë një zgjidhje, të gjojnë një marrëveshje dhe të dalin nga kjo situatë. Gjithsesi është e nevojshme një qeveri e koalicionit, se ndryshe s'ka mundësi, dhe mendoj që mas miri do t'ishte koalicioni në mes vetëvendosjes dhe LDK-s me 48 vende në parlament, kjo e para dhe me 20, kjo e dyta, 68, plus 8 prej pakicave jo sërbe, hipin 70 të përpjet dhe dilet nga kriza. Mirë po aty tash kanë me hi natët sepse LDK-ja e ka pas për kandidate për kryetarët shtetit Vjosa Osmanin dhe sigurisht që do t'insiston në ato. Ndërsa për shkak të Vjosa Osmanit erdhëm këtë gjendje. Dhe si duket, apet kur të vje puna, edhe në boshin e qeveri të koalicionit, zi që shpo del fotografia, në qeveri të koalicionit, apet e bojnë bërllog kur vje puna të zgjedhja e prezidentit. Dhe kështu nuk i shife s'kej kjo, ma shumë duket se onreq skena, ashtu që apet me shku në zgjedhje të reja, na vetëm zgjedhje të shku. U bënë më horë, Kosova është e dëmtume, edhe me të vërtet në kanë shti me dyshu. A janë të bo me qëllim kështu, me dëmtu Kosovën, apo krejton për një me tërpia për funksione, për karrika, për ullësen karrika të pushtetit. Unë e pi përcjell kanalet e Beogradit, ata ku knaqen të bo hajgare me neve, të e vërtetue atezën e vjetër të poshtër që na zdim me bo shtet. Ato dikush paradokohen Unionin Evropian, apeloj të këto 5 shtetet që s'na kanë njoft, që me na njoft. Kosova ka pas shansë dhe i kalëshu shansat, ta shtë të i prishë edhe ma shumë për ta marrë statusin e kandidatit për antarësim në Unionin Evropian, për ta bona i hap ma të tje për antarësim NATO, krejt e kemi sjell shtetin në një blokad dhe kërkush paj nuk ka për veç këta që po garojnë për pushtet. Nëse unë pyetni po cila do t'ishte zgjidhja, nuk është e jemja të preferoj, por mendoj se mas miri do t'ishte një koalicion në mes vetëvendosjes dhe LDK-s,
që do t'i kishin për me njerë 48 edhe 20, 68 vota, ta zgjedhin qeverinë e koalicionit, mirë, po të një aty koqitën apet kur të vje puna të kryetari, sepse LDK-ja e ka kandidate vjosën, vetë vendosja kur të krejt, këtë cirkus e bani vetëm për me eliminu Vjosa Osmanin, dhe kështu është zjerin për i kësaj krize, këta njerës që 16 muj, po na mojnë vetëm në gjendje krize. 3 polë zgjedhje për 16 muj, një shtetë shumë ma i fort e serios nuk kishë muj mi përbalu e jo mona. Pra, zoti Vllasi, si skenar të mundshëm, thoni që mund t'jetë një koalicion fillimisht mes vetëvendosjes dhe LDK-s, por të çështja e presidentit Vjosa Osmani, me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve, doli në konferencë tha që s'ka asnjë arsye që vetëvendosje të mos a votoj atë për presidente. A ndron mendje zoti Kurti apo jo për Vjosa Osmanin presidente? Tashti shtrohet pyetja, a i ishdasht mu dakordue që kandidatja e LDK-s Vjosa Osmani të zgjidhet për presidente, përshtrohet thjesht çështja e përgjegjësisë ti në pse e sjellë Kosovën këtë gjendje, pikërisht të mos pranue zgjedhjen e Vjosa Osmanit për presidente kur ishte atëherë me 5 mars. Ashtu që kush e njeh ato që është kokfort dhe që dënë me pas qeveri vetë e pati, tashti duhet e koalicionit, a i koalicionin e përjetën si ndamjet pushtetit që si pëlqen, dhe e dënë një prezident si hijet vetën, jo me naj qëndrime, me naj autoritet, ashtu që kam drojët që prap kjo krizë do të vazhdojnë dhe prap do të në qojnë në zgjedhje të reja. Pra, nuk presni që të ketë vullnet politik, gatishmëri, kompromis për çështjen e presidentit dhe mund të ketë sërish zgjedhje të reja në fund të vjeshtës, apo jo zoti Vllasi? Duhet t'i lënë anësh, kryeneshësinë, kokfortësinë, të tregohen përgjegjës ndaj shtetit dhe popullit Kosovës, ta bojnë një kompromis, edhe pse nuk ju pëlqen, edhe pse del, qysh me thonë, jashta kornizave të takatit ligsht vetë politik që e kanë, që s'po tregohen hiç që janë farë njerëz politikës, duhet të bojnë kompromis, çfarë do qoftë për interes Kosovës, bëhet një qeveri e koalicionit, zgjidhet një prezident edhe Kosova tes përpara, aman. Çka? Nëse shkojnë apet në zgjedhje të reja, e çka? Po të njëjtit njerëz që 3 herë na çuan zgjedhje, këta si duket nuk po din tjetër kur gjë për Kosovën me bo, përveç me na çu pe zgjedhjeve në zgjedhje. Jo, katastrofë. Zoti Vllasi, folëm për rezultatin e vetëvendosjes, por edhe të ish partive opozitare, veçanti të PDK-s dhe të LDK-s, që LDK shpresonte që me bashkimin me Vjosa Osmanin mund të kishte tjetër rezultat. Ishte befasi ky rezultat i LDK-s për juve, duke u renditur sërish partia e tretë edhe me Vjosa Osmanin, apo jo? Kryesisht partit politike në Kosovë e kanë atë elektoratin e vetë stabil në si cilat zgjedhje. Pak ndryshon aty puna, si duket fakti se Vjosa Osmani ju bashku LDK-s, me gjithë atë LDK-n e ka tërhek për një numër më të madh, dikun prej 15 që ishin kanë hip në 20, do t'i kenë 20 deputet. E tashti, nëse bojnë një koalicion
PDK-ja dhe LDK-ja që do t'i kishin 24, Aleanca 7, sa po bojnë 51, kur gjë, 8 për pakicave e sërbe, a 5 për hypin 60. Ashtu që vetëm duhet të bojnë kompromise, jekin dorë prej qëndrimeve të veta kokëforte që nuk qojnë nësë zgjidhje dhe ta bojnë, më thonë, shsej përket numrit mas miri do t'ishte kjo koalicioni vetë vendosje dhe PDK. Në 48 dhe 24, s'api bjen, 62, 72, do t'ishte komote. Me LDK-n pi bjen, s'api bjen, 48, 68, nëse hypin bi atë numrin 61, ama si do qofë, ja duhet koalicioni vetë vendosje PDK, ja vetë vendosje LDK dhe dilet për i kësaj situate, aman. Pra, thoni që koha është tani, që të ketë kompromis, marrëveshje për të shmangur zgjedhjet, për të pasur konstituent kuvendit, formim të qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit. Qashtu kompromis dhe ai që nuk din në politikë me bo kompromise, kurën pyetje interesi i shtetit dhe i popullit, nuk i gatshëm për kompromise, njerëz të tillë as që duhen mu marrë me politikë. Sepse në politikë kompromiset që duhen në interes shtetit dhe të popullit duhet bëhen janë preferueshme. Nuk lejohen vetëm ato kompromise që dëmtojnë shtetin dhe popullin. Në këtë rast, një kompromis do t'ishte në interes të popullit dhe të shtetit. Por, si e shpjegoni edhe faktin, zoti Vllasi, vetëvendosje për herë të 5 zgjedhjet parlamentare i fiton, 2-3 herë bëndshëm mbi 50%, dhe duhet sërish të ketë kompromis marrëveshje me parti tjera. Po duhet, sigurisht që duhet, dhe pikrisht, për shkak se ka mas shumë të vota dhe vende në parlament, pikrisht vetë vendosjes, si parti me numrin më të madh në parlament, i takon detyra që të bën kompromise dhe koalicione, alianca, sepse me numrin që e ka, mund t'i dikton kushtet e koalicionit, por mas keq jo nëse refuzon çfarë do koalicioni dhe don vetëm vetë, se po shifet ashiqare që vetë nuk mundet. As me kriju qeverin tashti me qëto rezultate, as jo me zgjedh presidentit kur të vjen ajo çështje në renditës. Për fond, zoti Vllasi, sa janë gjasat dhe a mund të ketë presidente Kosova Vjosa Osmanin sërish apo jo? Apo ka marrë fund gjithçka? Po pse jo, vlla, pse jo? Hajde, mas pari, kur u eliminu Vjosa Osmani, nuk u tha asnjë fjalë për partisë që kishte më shumë të vota gjithësisht prej Kurtit, nuk u tha asnjë gjysmë fjalie e pse nuk po bëj ka Vjosa Osmani me marrë edhe një mandat. A dihet që diqysh ka qenë një opinion i krijuar që ata po bashkëveprojnë mirë dhe duhet vetëvendosja të fiton votat Kurtit ta bën qeverin për Vjosa të mbetet kryetare. Ai nguli kom nuk bën Vjosa pa e thonë asnjë fjalë e pse nuk bën. Po mirë, nuk bojti pra mirë, e pse nuk e gjetën zgjedhjen më të mirë, vetëvendosja i kishte vota, 57 vota, i kanë pas si mas zgjedhjeve të 28 mars. Pse nuk gjeti pra
mundësi mi bon votat për një kandidat tjetër dhe mu zgjidh çështja e presidentit nëse jo Vjosa, dikush tjetër, po pikërisht çështja e mos zgjedhjes presidentit u bo shkak me shku në zgjedhje të reja. Zoti Vllasi, kënaqësit ju kem si përherë në Infonata dhe paraqitjet e zakonshme sa herë juftoj. Faleminer kushtrim veç kur zdi njeri jënë të situata pa rrugdolje edhe nuk edhe kush e di farë knarësi. Falenderoj shumë edhe njerë Zoti Vllasi, ne të